Policia e Korçës ka arrestuar në flagrancë një 38 vjeçar, ndërsa janë dokumentuar 5 raste të vjedhjeve të banesave në qytet. Si rezultat i hetimeve u identifikua dhe u arrestua në flagrancë shtetasi EB, 38 vjeç, banues në Korçë, i dënuar më parë për vjedhje. Nga veprimet hetimore dyshohet se 38 vjeçari është autori i vjedhjes së banesës së shtetasit GM, ngjarje ndodhur më 10 janar 2026 në lagje numër 3 Korçë, ku janë marrë sende të ndryshme. Hetimet e mëtejshme lidhin të njëjtin shtetas edhe me 4 vjedhje të tjera në qytet të ndodhura më 28 shtator 2024, 20 mars 2025, 1 dhe 6 janar 2026, ku janë marrë bizhuteri, lek, orendi dhe sende të tjera me vlerë. Policia vijon punën për dokumentimin e plot të këtyre ngjarjeve, si dhe për identifikimin e mundshëm të bashkëpunëtorëve të tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme ligjore.